nga ana Shtetet Bashkuara të Amerikës. Është e sigurt kjo, sepse ata bile edhe kështu ata kanë dashur që mos të shfrytëzohen territori i tyre për të kaluar avionet apo për të goditur Iranin. Pra, ata i kanë edhe Irani pa gjetë një farë marrëveshje të heshtur me këta. Vetëm edhe rasti bile edhe Jordania, që është shumë e lidhur me Shtetet Bashkuara të Amerikës, i premtoi që ne nuk do të lejojmë që të përdoret territori jonë. Ndërkohë që Jordania në fakt ka rrëzuar raketat, po ka rrëzuar me drejt raketat iraniane sepse kanë kaluar nëpër territorin e saj. Pra, Zulshala, elementi i ofensivës nga toka do duhet përjashtuar nga skenaret në këtë moment? Unë them që nuk ka mundësi. Pra, prandaj them që ekziston rreziku që kjo të zgjas. Në moment organizohen dhe do zgjas dhe duhet vetëm organizimi dhe ngritja e popullit. Që do thotë se kjo vështërson edhe rënien e brendshme të regjimit, edhe në qoftë me katalizator nga jashtë. Besoj se Izraeli me këto arritje që pati do të ketë një plan tjetër C, se ky ishte plani B, do të ketë një plan tjetër C, që mund të bashkëpunojë edhe me struktura tjera, me shtete tjera, mund të ketë trajnuar njerëz, mund të ketë marrë kontakt me opozitën e tjera, por nuk dihet se si do të shkojë kjo. Këtu është pastaj hyn edhe aktorë tjerë. Shiko, një luftë që të kthehet në luftë botërore kërkon që për një interes të caktuar të përfshihen të përplasen fuqitë kryesore, të ndahen në kampe dhe të përplasen. Paktën 2 luftat botërore që kanë qenë kështu ka qenë arsyeja. Pra, janë përplasur, po janë involvuar të gjitha fuqitë kryesore. Këtu pak a shumë një pjesë e fuqive janë drejt për drejt e involvuar, një pjesë tjetër duket se janë dytësore. U përmend këtu rasti i Kinës. Kina do të bëjë çmos për të acaruar konfliktin. Lese qa hiqen ata që duam të jemi kështu të heshtur e tjerë. Kina cënohet ekonomikisht, sepse një pjesë të konsiderueshme të gazit dhe të naftës e merr nga Irani, nga ana tjetër Kina si duhet se zbën një destabilizim ose një humbje në thojza amerikane për ta mbajtur të lidhur Amerikën aty. Dhe ata të vazhdojnë programet e tyre me Tajvanin. Edhe këtu bëhet fjalë që në periudhë 2-3 ditë janë 3 avion transportit, avion të mëdhej transportit që janë nis nga Kina dhe kanë përfunduar, kanë shujt atë njoftuesin. Janë evidentuar në Teheran në fakt, po a dihet çfarë është transportuar? Po, përveç se armë s'ka çfarë transportohet tjetër. Asgjë tjetër në kushtet nga këto të interceptimit, nga këto sepse forca kundërajrore është goditur shumë, mund të kenë sisteme antiajrore, kjo do duket, ndërkohë ka edhe avion rus që kanë shkuar, para një javë, para të nesme ose të pasensë kësaj kanë shkuar 2 avion Antonov që kanë bërë të njëjtën rrugë. Po Antonovët pse? Antonovët për shembull kanë nevojë për furnizime për vete me qenë se janë në një konflikt të sipër. Jo, po për ta, shiko, pavarësisht se Putini ka një detyrim, tash nuk flasim për moralin në radhët e tyre, po në një situatë shumë të vështirë, Irani hoqi litarin nga fyti duke dhënë me qindra dron, që ai arriti spostoi pak dhe sigurisht një ndihmë e jashtëzakonshme logjistike. Ka detyrimin, por ka kapacitetin logjistik për t'u kundërpërgjigjur detyrimit. Po themi këtij borxhit për pambetur. Rusia ka të japi kapacitete armatim ka Rusia, nuk morën armatimin e Rusisë. Do t'i japi edhe me siguri është në proces duke i dhënë. Ndërkohë që ne flasim këtu, as nuk diskutohet kjo, sepse edhe ata duan që shikoj çfarë interesi ka. Brenda 2 ditë që filloi konflikti këtu, ata kanë bombarduar, kanë vrarë civil, kanë vrarë, bëhet fjalë që kanë vrarë edhe kanë goditur Kievin disa herë. Pse? Po largohet vëmendja nga konflikti mes Rusisë dhe Ukrainës. Pra, edhe Rusia ka interes që këtu të ketë një situatë që të zgjas pak, pavarësisht se ka aleat Iranin. Pra duhet zgjas kjo situatë në mënyrë që Amerika, pra edhe Kina, edhe Rusia kanë interes që Amerika të involvohet, por edhe të ngecet brenda. A do ngecin brenda Amerika, kjo do duket tashmë nga çfarë do thotë presidenti Trump. Unë nuk mendoj që ai do të arrijë aty sa që të ngecet brenda aty, sepse po ashtu pastaj ai vetë kritikoi atë pozicionin amerikan në luftën në Afganistan, derisa arriti bëri marrëveshje dhe ja u ktheu pushtetin talibanëve përsëri, ka qenë marrëveshja e Trumpit, ajo nuk ka qenë marrëveshja e Bidenit. Bideni iku braktisi Afganistanin dhe ndodhen ato që ndodhen, domethënë. Pra, situata shumë kjo është pjesë e asaj që përmendëm rendin botror. Shiko, rendi botror ka ca kohë që ka marrë 8 poshtë, domethënë po rrshet nga